Familja Rapaj në Kuman të Roskovecit ka hapur dyert e mortit pas tragjedisë së ndodhur mesditën e së martës, ku 80 vjeçari Shefit Rapaj qelloi për vdekje me armë bashkëshorten e tij 75 vjeçaren Dashuri Rapaj e më pas vrau veten. Gruaja u përcëll në banesën e fundit, ndërkohë që trupi i autorit ndodhet ende në morgun e Fierit, pasi asnjë nga 9 fëmijët e çiftit dhe familjarë të tjerë nuk pranojnë ta tërheqin. Vllai i gruas së vrarë thot se bashkëshorti i saj ka qenë gjithmonë agresiv. Ai ka qenë problematik. Ka qenë 50 vjet motra jon gjithmonë, pra atë ka qenë mbulesë. Para 10 ditësh mund t'i themi, i denuncioi në polici. Vjen policia këtu, merr motrën, merr dhe nipin. Më marr telefon nipit nga Greqia dhe më thon Daja, shkon në Roskovec se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar Shefiti? To janë konflikte kot. Ai me fjalë ka qenë problematik. Ka qenë problematik. Gruaja 75 vjeçare u qellua nga burri i saj brenda shtëpisë së tyre pas konflikteve familjare. Ata ishin prindër të 3 vajzave dhe 6 djemve, shumica e të cilëve jetojnë në emigracion.